E dim se ju jeni ndër hafizat e parë të Rahmetli Molla Mahmutit. Si ka qenë ajo periudha kur ju keni shku për ta bë hifzin tek Molla Mahmut Efendiu? Po unë si fëmijë më kujtohet pak, disa herë në ëndër këm pa ezanin e Medinës, këm pa xhamin e vjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. S'kum ditë se për shka punohet, se kum pas idejen, se i kum pas 7 vjet, 6 vjet, 7 vjet. Por në ndërkohë një ditë kishin ardhur dajallarët, do të thonë. Te motra. Si dajallarët, po kishin ardhur, do të thonë daja Nuriman, Haxhi Nurimani, edhe hoxha Molla Mahmuti kishin ardhur. Edhe ai daja i madh, do të thonë Haxhi Nurimani, mi tha Haxhi Nurimani, tha, këtë gjallin do ta marr, do ta bëj hoxh. Mashallah. Edhe ajo tha po me plot dëshirë, nana i tha, me plot dëshirë, mere tha. Tha, u sos kjo punë, u kry kjo punë. Edhe pastaj kur unë mbarova klasën e 4 fillore, edhe pastaj erdha këtu në Tetov, por erdha te dajallarët. Dhe me thonë të daja Haxhi Nuriman, baba i muezinit në xhamis Pashas Hafiz i Merit, edhe të daja hoxh të Molla Mahmut Efendiu. Dhe me thonë, kam qëndru ati 4 vjet, prej klasës 5 deri klasën e 8, edhe me thonë, kam qenë në shkollë një stikball, edhe me njerë kam fillu me mësimin e shkronjave. Me thonë, kur e mba mend si fëmijë kështu, kur këm ardhur atë ditë, ka qenë verë, pasi mas përfundimit vitit shkollor, edhe këm ardhur aty, hoxha ishte në Bafqe, kur kanë edhe shtëpinë edhe sot e kësaj dite, edhe aty këm fillu në e bete e the, do me thonë suparen, edhe për një kohë shkurt, kalova suparen, edhe fillova në Kur'an, edhe në Kur'an në disa faqe, edhe pastaj hoxha tha, kalojmë drejt në hifz, njëtër kohë, edhe leximin e Kur'anit, edhe hifzin, wa qalu kunu hudan aw nasara, edhe kështu me rënd fillu, do me thonë ishte fillimi i hifzit.